me G.D. Vance'in në Yale. Ky Driscoll që shkoi në Abu Dhabi, që shkoi edhe në Ukrainë. Edhe në Ukrainë, pastaj në Abu Dhabi. Dhe është shok klase në Yale, kanë qenë të dy bashkë në një klasë me G.D. Vance'in. Dhe e çoi në Ukrainë, dhe jo vetëm që e çoi në Ukrainë, po mori edhe në telefon Zelenskin për të bërë presion që firmos brenda datës 27, për ndryshe ne do ndërpresim çfarë lloj bashkëpunimi të mëtejshëm. Dje ishte? Dhe normalisht ndryshoi. Pra, është grupi i parë me Witkoff dhe me Jared Kushner, grupi i dytë me G.D. Vance'in dhe është dhe grupi i tretë i cili është me Rubion, i cili duhet të shqyr që ekziston Rubio, që ka ngelur akoma në çik interesi strategjik i Shtetit Bashkuar të Amerikës, se Rubio i përket asaj pjesët republikanëve të cilët kanë një ideologji ose të paktën ka një qasje trashëgimore ndaj kundërshtarëve që janë gjeostrategjik, siç është Rusia në këtë rast, dhe ai mundohet që të arrijë një marrëveshje duke diskutuar me Zelenskin edhe me partnerët e vet europian për gjetur një zgjidhje që të jetë e pranueshme edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se është i vetmi aty i cili ka një edhe formim strategjik. Për shembull, Vance me Rubio në rastin konkret, në mënyrën se si Rubio, për shembull, G.D. Vance nuk e ka problem që Ukraina të kapitullojë. Është fare, është America's first, domethënë nuk më plas fare se ç'a ndodh në Evropë, nuk më plas fare se ç'a ndodh atje në Ukrainë, mjafton të arrihet paqe. Mjafton që të arrihet paqe. Po. Që është një domethënë edhe ajo pastaj është me pikpyetje, se ajo paqja pastaj është rrezikon që ndërkohë Rubio thotë ne nuk mund të arrijmë një kapitullim të Ukrainës, sepse një kapitullim i Ukrainës në kupton një dështim strategjik për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, mënyra se si e koncepton Rubio është më klasike e atyre që janë republikanë, të cilët shikojnë që ti nuk mund t'i japësh një fitore kundërshtarit tënd, një fitore të lehtë dhe një kapitullim të një vendit me të cilën ti ke pasur një raport të veçantë, ke detyruar Ukrainën që t'japë. Jemi tani Hendri. Tani Rubio, pra, kjo është dhe duke sikur janë tre grupe të ndryshme, të cilët secili prej tyre shkon mëngjes te Trumpi dhe thotë do merrem unë me këtë punë. Witkoff i thotë do merrem unë, G.D. Vance i thotë do merrem unë, i thotë dhe Rubio do merrem unë. Po. Në këtë rast topi i kaloi, po themi, ukrainasve, të cilët ky propozim i erdhi papritur, nuk erdhi vetëm tyre papritur, edhe po themi Merz ishte shprehur për media dje që tha edhe për mua ky propozim ishte i papritur. E mora nëpërmjet gazetave. E mora nëpërmjet, pra nuk dinte asgjë. Dhe duke qenë se Evropa nuk mund të pranojë një kapitullim të Ukrainës, sepse e di që pastaj objektivi tjetër është pjesa e Evropës në anën e Rusisë, bashkë me pra liderët evropian pas me Zelenskin filluan që të modifikonin atë plan. Pra nuk mund t'i thoshin jo, sepse nuk donin të kishin përplasje diplomatike me Trump. Gjithë deklaratat ishin jemi dakord me përpjekjet e tua. Po, jemi dakord me përpjekjet e tua, Mersi e ka thënë. Por ne mendojmë që këtu edhe filluan të hiqnin, po themi, pjesë në planet të cilat ishin të papranueshme dhe për Ukrainën. Që janë? E para njerë tërheqja nga zona e Donetskut. Pra, është një zonë, ka ngelur edhe 6.000 km2 nga zonën e Donetskut, cilat Rusia nuk i ka marrë që nga 2022 që ka filluar lufta. Është një zonë e cila është strategjikisht shumë e rëndësishme për Ukrainën. Dhe normalisht propozimi i Ukrainës është nëse ne duam të vazhdojmë për paqen, duhet që njëherë të ngri linja e frontit, të fillojë armëpushimin në atë pikë dhe pastaj të diskutojmë për paqen. Pra, e ngjashme në një farë mënyre me armëpushimin që ndodhi në 1918 luftën e parë botërore, në të cilën ushtrit e ndaluan luftimin dhe pastaj diskutuan më vonë për planin e paqes. Pra, kjo ishte kërkesa e parë e Ukrainës. Unë nuk lëshoj territor, s'kam se lëshoj, aq më tepër që është një zonë që është jashtëzakonisht e fortifikuar edhe rusët nuk po arrin ta marrin prej 4 vitesh. E dyta punës dua që të ketë armëpushim të menjëhershëm. E treta punës nuk pranoj një kufizim aq të madh të ushtrisë time, edhe të potencialit ushtarak të ushtrisë time. Dhe e katërt, pra pika tjetër e panegociueshme ishte që ne nuk do njohim asnjë ndryshim territorial të imponuar nga pushtimi rus. Fakti që nuk do njohin nuk do të thotë që sepse mund t'i marrë Rusia, mund t'i njohë SBA-ja, Ukraina nuk i njeh.
Po do të thotë që pranon ato. Jo, nuk është ashtu, sepse në planin e parë ishte ideja që domethënë edhe bota të ishte në kuadër të, po themi, në kuadër të njohjes së sovranitetit të Rusisë mbi territoret e pushtuara, pra Shtetet e Bashkuara do e njihnin. Dhe kur Ukraina thotë që unë nuk jam dakord në këtë plan paqe, normalisht Ukraina do vazhdojë rezistencën e vet. Kështu që nuk ka më plan paqe pastaj. Se s'ka kuptim. Jo, po dhe kështu i bie që s'ka, sepse Rusia ka thënë në këto, domethënë nuk jemi dakord për sa i përket frymës mbi cilën është ndërtuar plani me 28 pika dhe gjithashtu jemi dakord punojmë mbi këtë plan, por nëse Kievi refuzon, ne do të vazhdojmë ta marrim përmes luftës ato që kërkojmë. Po le ta marrin. Pra lufta do vazhdojë, këtë po them. Po le të vazhdojmë. Ukraina. Jo, nuk thash. Është Ukraina e cila është Ukraina e cila. Pra nuk kemi shkuar askund, po thua. Jemi aty ku ishim. Është Ukraina e cila nuk mund të pranojë. Për sa kohë që nuk ka. Pra nuk kemi shkuar askund. Për sa kohë që Ukraina ka akoma energji për të vazhduar rezistencën, pse do të pranojë një humbje në tavolinë? Jo. Pra, sepse është ndryshe kur ti nuk e vazhdon dot më, fronti është qarë, është pushtuar dhe trupat ruse po themi janë Kiev dhe ti thua, "Ok, kapitullimi." Po kur ti Rusia nuk po arrin të kapi Donjeskun prej 4 vitesh, domethënë. Driskov sikur i ka thënë dhe generalëve në Ukrainë i ka thënë që në battlefield as NATO dhe as të gjithë ne nuk mund ta ndryshojmë atë realitetin në njerëz si Driskov. Okej, ka i problem këtu. E para kjo është një metodë diplomatike për të ushtruar presion dhe që është e turpshme sepse ti ushtrosh presion një vendi i cili është nën agresion është e turpshme edhe diplomatikisht. Ti duhet të ushtrosh presion atyre që janë vendeve më të forta, jo atyre që janë vendeve më të dobta. Pra ti duhet bëje presion ndaj Rusisë dhe ky presion ndaj Rusisë nuk ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ky Driskol këtë presion nuk e ka bërë Rusisë që ti thotë ndalo më tutje që të vazhdojmë për paqe, por ndryshe unë do futem më fuqishëm në mbrojtje të Ukrainës, do e ndihmoj më tepër dhe do e vendos paqen unë. Këtë presion në drejtim të Rusisë, Shtetet e Bashkuara nuk e kanë bërë. E para, tani mos flemi që Shtetet e Bashkuara nuk kanë fuqi. Jo, mbase. Po pse atë? Okej, mirë, kapim rastin konkret. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë me 10.000 tanke të nxjerra që rrinë në shkretëtirë nëse i ke parë. Me 10.000 tanke. Kanë çuar vetëm 31 në Ukrainë. Pra, po të donin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të donin. Po pse nuk duan? Tani kjo është pikpyetje e madhe. Dhe e para njëherë për sa i përket kësaj. Dhe dyta punës për sa i përket Treskut dhe atyre ekspertëve si puna e tij. Treskut edhe ekspertët si puna e Treskut ishin ata që thanë Ukraina merr fund për 3 ditë kur sulmoi. Ky ka qenë një nga ata po. Shiko, kjo puna dallohet që është për presion, sepse është më se qartë, domethënë, por presioni po vjen si e lexon këtë, pikërisht këtë që po diskutoj me Endrin. Pra, kemi një qëndrim Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tre kënde. Rusia ka dhënë atë, le të themi, mendim që ka dhënë për sa i përket planit me 28 pika të Donald Trump. Pyetja është e thjeshtë, a do të vazhdoj e njëjta histori, sepse ky është një plan që nuk ka dalë tani, ky është pak a shumë në parimet dhe mënyrën se si është prezantuar, i prezantohet vazhdimisht Ukrainës. Ukrainës si të refuzojnë, vazhdon situata në terren, pastaj del një plan tjetër, derisa Ukraina domethënë të duket sikur se sa kohë SBA nuk po japin, le të themi këtë që diskutuam me Endrin, këtë ndihmën për të përballur me Rusinë në terren, Ukraina mbështetet vetëm tek vendet europiane. Pra, në pyetja është e thjeshtë, ku po shkon ky konflikt nëse le të themi edhe ky plan dështon së implementuari? Atëherë, për ta bërë pak më të vështirë, brenda administratës amerikane ka gjithmonë kontradiktor. Ka jo vetëm grupe interesi që ndërtojnë politikën e jashtme, por ka dhe kontradiktor në mënyrën se si formulohet politika e jashtme. Mirë, po këto gjithmonë zhvillohen brenda mureve të mbyllura. Pra diskutimet janë pjesë e një debati të brendshëm, opsionet e politikave e politikës së jashtme. Problemi me planet e tilla janë se këto plane gjithmonë dalin përpara se sa të diskutohen.
Ai ratifikimi i planit nga 28 pika në 19 pika nuk është thjesht një lloj tërheqje strategjike e Shtetit Bashkuar të Amerikës përkundrejt kërkesave europiane. Po është edhe një tërheqje përkundrejt presioneve të brendshme, të cilat I diskutoi dhe Endri, dhe ndarjeve që ekzistojnë brenda administratës amerikane, grupeve Rubio, Witkoff, Eksat e tjerë. Dhe ajo që është e habitshme është se si nuk ka brenda administratës amerikane një lloj qëndrimi unitar. Duket sikur her pas here duhet që çështja e Ukrainës të thjesht anashkalohet. Ky përgjimi ose ajo audioliku që qarkulloi ishte një mënyrë nuk ishte pjesë aq në një tradhtie të madhe kombëtare themun se sa e dëshirës që ky konflikt të mbyllet, që Trumpi e ka shpesh edhe ka dëshirë racionale në politikë të jashtme nuk mundet që të mbarohen konfliktet thjesht me vullnetin e një individi të caktuar. Ka shumë element që duhet puqen, sepse shpesh konfliktet të tilla rishpërthejnë prap. Ky lloj plani nuk ka për të pas në një pranim, sepse në planin me 28 pika nuk ta pranon as Rusia. Planin në 19 pika mund ta pranojë Ukraina, por nuk e pranon prap Rusia. Jo, me atë tha Putinit paktën dje me që dëgjova, është edhe ai pak a shumë në këto termat që përmend edhe Lavrovi, jemi në frymën e ankorazhit. Redi ka diçka që Shtetet Bashkuara të Amerikës me administratën Trump janë në një pozicion të padëshiruar. Janë shteti më I rëndësishëm sot në glob. Po. Janë në një pozitë padëshiruar sepse që në fushatën elektorale ose të paktën që nga gjithë aktiviteti që Trump ka pas gjatë presidencës Biden edhe më tutje, problemi çështja e Ukrainës është shtruar gjithmonë si një problem I cili nuk I përket Shtetit Bashkuar të Amerikës, që duhet zgjidhur për të mos hyrë debateve për Ukrainën. Pra, është një pozicion I padëshiruar. Por nga ana tjetër, asnjëra nga palët, as Rusia, as Ukraina dhe aq më pak Europa dëshirojnë që të humbin raportin që kanë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ne nuk kemi parë një armiqësi të madhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Rusinë. Përkundrazi ka qenë një ftohje, ngrohje e vazhdueshme. Kemi parë armiqësi në klapa ndaj Ukrainës, e cila ka kaluar dhe kjo me ftofje edhe ngrohje të vazhdueshme. As Ukraina nuk e do një shkëputje totale nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe as Rusia nuk e do. Por as Ukraina, as Rusia nuk duan plane paqe të cilat Ukraina nuk do një plan paqe I cili I heq territorin. Rusia do një plan paqe I cili I jep territorin. Dhe janë të dy pikat cilat janë të pa negociueshme. Dhe unë kam bindjen që pozita e Rusisë është ajo më e vështira në këtë pikë për t'u arritur. Sepse njohja e territoreve do hap shumë probleme në mbar globin. Sepse po ta them me bindje që as Kina nuk do të dëshironte që Rusia të aneksonte Krimen. Edhe shtetet, edhe territoret tjera. Sepse ka një vizion për marrëdhënien ndërkombëtare I cili bazohet më tepër tek e drejta dhe jo tek revizionizmi dhe revizionimi I kufive. Kina kërkon Tajvanin I cili është pjesë e territorit. Nuk ka një pretendim tjetër nesër, sikur larg qoftë Tajvani do dorëzohet. Po Tajvani është njohur si pjesë e Kinës, në momentin kur bë dilli, pra është njohur, thjesht është thënë që do zgjidhet me mënyrë demokratike. Dhe Kina nuk po e zgjidh domethënë I ka dhënë kohë. Edhe sikur ta pushtoi nesër, fjala praktikisht njihet si pjesë e Kinës. Njihet si pjesë e Kinës. Kështu që prandaj them që pozita e Rusisë është shumë problematike për rendin ndërkombëtar. Po është problematike, po nuk ka ndërmend Rusia të tërhiqet nga kjo klejt. Prandaj po them që unë nuk besoj që ky do të jetë do të jetë një sepse ka përshtypjen që fundi I luftës në Ukrainë në disfavor të Rusisë mundet që të jetë edhe fillimi I rënies së regjimit të Putinit. Ndoftë ajo I regjimit, po I Putinit vetvete. Ndërkohë, Endri, se po lexoja tani, nuk ka ndarje midis Rubios dhe Vensit mbi Ukrainën. Kjo është raporton Axios për këtë. Ka një false narrative, quhet narrativ e gabuar, që ka dy skuadra që garojnë.
asgjë nuk është e vërtet, dhe po e lexoj, ka vetëm një skuadër këtu, thot një zyrtar i Shtëpisë Bardhë. Artikulli thot gjithashtu që plani me 28 pika u bë si draft nga Witkoff dhe Kushner, Vance pa atë, e konsultoi me Rubion, i cili e pa të pranueshme këtë gjë, dhe ja quan në një takim për të marrë aprovimin nga Trumpi. Pra nuk ka ndarje, nuk ka një, le të themi, disa qëndrime. Dhe këtë e thot një zyrtar anonim i Shtëpisë Bardhë, i cili intervistohet në një. Po burimi është një zyrtar anonim. Nëse, po Axios nuk gënjen. Atëherë unë them, jo, nuk është punë gënjen. Ai zyrtari anonim gënjen. Jo Axios. Ai zyrtari anonim mundohet që të tregojë një unitet në politikën e jashtme. Dhe pse them unë që gënjen? Them që gënjen sepse deklarata e Rubios përpara senatorëve dhe kongresmenëve amerikanë ishte, nuk është plani jon, është plan rus. Dhe dolën, po kjo është deklarata e Rubios. Unë i vura emër, ky anonimi nuk ka emër. Dhe jo vetëm që nuk është e jonë, por Rubio në krau tjetër u fut në negociata me Ukrainën dhe u arrit një plan, po themi, jemi duke negociuar, që u bënte në Gjenevë dhe në vende tjera, dhe kemi vajtë ky plani me 19 pika. Pra na 28 vajtë 19. Ty ka shkuar Evropa. Jo Evropa, Rubio, Moska. Rubio, lëre Evropën. Plani nga 28 në 19 vajti dhe ishte dhe Rubio i përfshirë në këto tratativa. Apo jo? Dhe tani, pra Rubio, jo vetëm që thotë që ishte plan, dhe unë i vura emër, jo si ai anonimi, unë i vura emër, Rubio tha, jo vetëm që nuk është plani jonë, dhe kjo u bë publike, e din gjithë, por vajti nga 28 në 19. Ndërkohë që Gjidi Venci, veprimet e Gjidi Vencit ishte, mori në telefon Zelenskin atë ditë, dhe kjo është fakt publik, e din gjithë. Zelenski doli përpara mediave dhe tha, ne jemi përpara një zgjedhje shumë të vështirë. O do humbim dinjitetin, ose do humbim një aleat shumë të rëndësishëm. Doli përpara mediave. Dhe ishte pas telefonatës së Gjidi Vencit. Pra, këtu tregohet që qëndrimet e Gjidi Vencit dhe të Rubios janë të ndryshme. Dhe këto janë fakte publike, jo zyrtar anonim të Shtëpisë së Bardhë që botohen në një gazetë. Ky është fakt publik. Telefonata, qëndrimet e Rubios, telefonata e atij dhe faktet që ndodhen në 28 vajti 19. Po t'ishte Rubio që në fillim, e kupton, qëndronin 28 ato, nuk shkonin 19. 19, po janë heq, TTE me 19 janë heq thelbi i... Po pikërisht pra, sepse është mbajtur në moment të fundit. Dhe në moment të fundit, dhe këty e latë të kuptoheshin edhe ata senatorët, edhe kongresmenët, sepse u mblodhën dhomat e përfaqësuesve në Shtëpinë e Bardhë, jo në Shtëpinë e Bardhë, ka një... Ti po thua që dhe për Amerikën ka rënë në plani me 28 pika? Po normal që ka rënë dhe për Amerikën plani me... Po jo vetëm për shkak të Rubios, po për shkak të faktit që ai plan është... Shiko, ke dy vende, njëra kërkon kapitullim të vendit tjetër dhe tjetri nuk pranon kapitullimin. Ndërkohë, Endri, një minutë. Nuk e kërkon vetëm ai, po dhe Evropa nuk do një kapitullim të Ukrainës. Po mbase i shërben Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse Lavrovi përmendi frymën e takimit në Anchorage në Alaska, në atë që pretendohet si takimi që mund të riformatonte arkitekturën apo mund të rindërtonte arkitekturën e re të sigurisë në botë. Pra, sipas Lavrov, 28 pikat janë bërë natfrym. Kush është arkitektura e re e sigurisë? Unë jam i fortë dhe të pushtoj? Arkitektura e re e sigurisë është që Rusia nuk është më një, le të themi, një fuqi e vogël rajonale, por një fuqi, një superfuqi rajonale. Kur ka qenë njëre vogël Rusia? Po deri para se të pushtonte Ukrainën ishte e vogël. Po ishte e vogël se... Se nuk ishte territor ke fjalën? Se s'kishte territor dhe s'kishte pikë fuqie. Atëherë, nëse ti thua që nuk ishte territor, atëherë gjithë kjo çështje bëhet për territorin. Dhe nëse ti ke një strukturë të sigurie, territori ka simbolikën e gjës, tani jo nuk është simbolik, sepse është territori i madh. Është territori marrë me dhunë dhe nuk mund të thuash strukturë e re sigurie kur unë të pushtoj me dhunë sepse jam më i fortë se ti. Arkitekturë e re sigurie. Po nuk është arkitekturë sigurie, është arkitekturë pas sigurie. Po pra, a kemi një dakordsi është pyetja me Shtetet Bashkuara dhe Rusisë, që Rusia tashmë të riintegrohet në rendin e ri ku SBA-ja është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo pikë. Të shkëputet nga Kina. Nuk është arkitekturë e re sigurie momentin kur një shtet më i fortë
sulmon një shtet më dobët dhe i merr territor me luftë. Kjo nuk është arkitekturë sigurie, kjo është arkitekturë pasigurie. Çdo shtet tani